Ulja dhe ngritja nga karrige, nga dyshemeja apo nga krevati, apo dhe thjesht qëndrimi i ulur po bëhet shumë i bezdisur dhe po ju dhëmb, atëherë kjo tregon që keni probleme me hijen tuaj, kështu që bëni këto ushtrime që kemi demonstruar në video. Merrni dy pengesa të cilat mundon të jenë në një lartësi dhe t'i kapërceni në këtë mënyrë siç e kemi demonstruar, njërin në drejtimin orar dhe njërin në drejtimin antiorar. Sigurohuni të keni një objekt afër ose një familjar tuaj që mund t'ju sigurojë në rast se ju rrëzoheni. Ushtrimi tjetër është që qëndroni me një këmbë dhe me këmbën tjetër mundoni ta hapni siç e kemi demonstruar. Gjithashtu mundon të keni një objekt afër në rast rrëzimi, njërin në njërin anë dhe njërin në anën tjetër. Mund të keni edhe një peshë tek duart. Ndërsa ushtrimi i fundit, vendosni një karrige mbrapa dhe tentoni sikur dëshironi të uleni, por në realitet nuk uleni në karrige. Mbani një peshë në duar dhe bëni ulje dhe ngritje. Këtë ushtrim përsëritni 20 përsëritje 2 sete në ditë.